Gjatë natës në qarkun e Gjirokastrës janë regjistruar reshje shiu me intensitet të ullët, ndërsa në zonat mbi 500 metra mbi nivelin e detit ka patur reshje bore. Deri në këto momente nuk raportohen bllokime të akseve kryesore rrugore, megjithatë, autoritetet ju bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes veçanërisht në zonat malore. Sipas informacioneve zyrtare nga prefektura e qarkut Gjirokastër, gjatë natës së kaluar reshjet e shiut kanë qenë me intensitet të ullët, ndërsa në lartësitë mbi 500 metra janë shënuar reshje bore. Në njësitë administrative Frashër, trashësia e borës arrin rreth 15 cm dhe automjetet duhet të qarkullojnë të pajisura me zinxhir. Ndërkohë në aksin rrugor Kolonjë-Golom në territorin e njësisë administrative Picar, qarkullimi është bllokuar për shkak të inerteve të sjellura nga reshjet në bashkinë Libohov, konkretisht në njësinë administrative Zagori. Gjatë ditës së sotme do të vijojë puna me mjetet e Ministrisë së Mbrojtjes për pastrimin dhe hapjen e rrugëve të bllokuara nga inertet. Nga OSHE bëhet me dije se me përjashtim të zonës industriale në qytetin e Gjirokastrës i gjithë qarku furnizohet normalisht me energji elektrike, ndërkohë furnizimi me ujë të pishëm vijon pa ndërprerje. Autoritetet mbeten në monitorim të situatës dhe ju bëjnë thirrje qytetarëve të ndjekin njoftimet zyrtare.